duke bëj një xhiro për shef këtu në Lej Koma, thash t'ju bëj një unboxing se nuk kam çfarë bëj tjetër. Publikimet e fundit në rrjetet sociale kanë rikthyer në fokus jetën personale të Hatit, këtë herë në lidhje me fituesin e një reality show. Diskutimet nisën pas disa postimeve të ndara nga Hati, e cila publikoi një video gjatë një prezantimi produktesh në një ambient luksoz mbi një liçen në Itali. Pamjet tregojnë një sfond me vila historike dhe një mjedis të kujdesur. Pak kohë më vonë, në profilin e Dionisit u publikuan imazhe nga një vend me karakteristika të njëjta vizuale. Ngjashmëria e sfondit dhe koha e publikimeve kanë nxitur reagime dhe aludime për një prani të përbashkët në të njëjtin destinacion. Dy emrat janë përmendur shpesh në rrjet gjatë fundjavës, ndërsa komentuesit kanë lidhur këto detaje me mundësinë e një raporti mes tyre. Deri tani, asnjëri prej tyre nuk ka dhënë sqarim publik për këto interpretime. Hati ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes gjatë vitit të kaluar, sidomos pas përfundimit të marrëdhënies me ish partnerin e saj.